Natyrisht kemi pas kushëri, nanën e kam pas Prizrenit, dajt, tezet, që thonë. Babën e Shkupit? Baba ka lind në Ferizaj, për shkak se më herët, baba i babës të më gjyshim ka lind në Gjakove, dhe atje kanë jetu, pastaj janë, kur familja e tyre, kur është hap stacioni i trenit, se kanë qenë tregtar, edhe Ferizaj e ka pas trenin e parë, do më thonë në Kosovë, atëherë ata janë shpërngull për shkak të tregtisë. Tregtisë që kanë pasur. Çka është diçka që ju ka formësu juve në fëmijëni, në rini, po them para se më ardhën në Prishtinë? Bisedat me babën, edhe me nanën, për të kaluarën, për luftën e tyre për zhdukjen e analfabetizmit, për heqjen e feregjeve, edhe për mos besimin, baba im ka qenë biolog, edhe mos besimin e tij ndaj komunizmit. Unë jam rrit në një familje e cila nuk i ka besu atij sistemi. Ka qenë e detyruar të jetojë në atë sistem, por nuk i është bindur sistemit deri në fund. Natyrisht që për të mbjetuar edhe për mos përfunduar në përbuzje, edhe baba im, edhe më vonë edhe unë, është dashur të përshtatemi rrethaneve, po jo të jemi pjesëmarrës në rrethana. Kështu që ky formësim, i cili ka qenë formësimi im idealist, patriotik, edhe i pa kompromis për kombin, për shqiptarët, edhe për zhvillimin e tyre, është përcjell deri në ditët e sotme. Sidomos në kohë të vështira, tregohen njerëzit sa janë gatu mirë në fëmijëni. Kurse i gatu mirë në fëmijëni, do të thonë, as më vonë nuk do të mundesh me ju përkushtu, jo vetëm punës, por edhe jetës, edhe besimeve tua, edhe parimeve, të cilat thjesht rënjosen në ditët e para të ecjes tënde edhe zhvillimit tënd. Ka një teori që deri në moshën 12 vjeçare, në fakt, njeriu formsohet si karakter. Pastaj është shumë e vështirë me pastaj përcaktojnë edhe rrethanat, por ti gjithmonë e gjen mundësinë se si me reagu në rrethana të ndryshme. Të kam dëgjuar në një emision kur e përmendën një epizod me nanën tuaj, më duket diçka se si ki ble në Kurfoz ose s'di se ku, pra të gjeri në një intervistë dhe u emocionove. Tash jenë qëtë mosh, që i thu njerëzve që i kanë prind gjallë, edhe që munën mi taku, munën mi telefonu, munën me najt me ta. Prindve të tyre, ashtu si edhe mu, na mungon koha. Dhe më thonë, koha jonë, biologjike, me siguri është e përcaktuar. Mirë po, koha jonë, shoqërore, emocionale, në kuadër të familjeve moderne, vjen duke u ngushtu, edhe duke e limitu kohën e kapërcimit me prindët. Unë nuk kam pas kohë shumë me kapërcim me prindët e mi, kur kam kriju familjen time, për shkak se ata kanë qenë shkopun, kam qenë këto. Florini ka pas kohë me kapërcim kohën me nanën e vetë, dhe ka qenë shumë një që thonë një evlat të për kujdesshëm. Edhe është si një model të cilin ja rekomandoj gjithkujt, për shkak se kur jemi të ri edhe kur jemi në vrullin e punës tonë, ne nuk kemi nevojë shumë për njëri tjetrin. Edhe ke përshtypjen që prind kanë me qenë gjithmonë që aty? Definitivisht po. Por koha si kohë nuk matet me vite. Po matet me prezencë, matet me atë çka ki bo dhe sa ki dhonë. Jo sa ki marë. Se në momentin kur flasim sa kom marë une, sa më ka taku mu, atër kemi dështu. Na do të flasim sa kemi dhonë,
Edhe sa ju kemi mundësu edhe të tjerve që të ndihen mirë. Kjo nuk ka të bëj me ideologji. Kjo ka të bëj realisht me një besim që jeta është më e bukur kur përkushtohemi që t'japim. Atëherë ajo marrja është e pashmangshme. Po, nëse tërkohën, e unë sot çka po shoh shoqërinë tonë, po shoh një devijim nga një koncept jetësor në cilin ti duhesh me dhonë. Na gjithë po presin sa do të marrone. Sa jo mune pjesë e kësaj shoqënie ku duna me kap diçka për veti. Këtu qëndron gabimi. Këtu qëndron edhe gabimi i pushtetit, kur luftojnë për pushtet e harojnë shtet. Për shkak se pushtetin e konsiderojnë marrje, jo dhënje. Për shkak se pushtetet vinë për me dhonë, jo për me marrë. Edhe prandaj, kur nisemi prej esencës të familja, çdo njeri prej nesh duhet më kthy në fillet e veta dhe me thonë çka u bo qatë herë që unë jam sot i tillë sot. Jo vetëm unë, jo vetëm ti si individ, po çdo njeri në shoqëni, bile edhe ata që janë pushtet sot, e që do t'jenë nesër. Po baza është te familja. Te familja. Te prind. Që i kishit thonë ju vetës si 18 vjeçare sot? Sot çka i kisha thonë asaj Afërditës 18 vjeçare. Asaj ditës 18 vjeçare. I kisha thonë jetoje jetën që kom jetu une edhe një herë. Pra si bjen pishmon për gjona që i bo? Nuk i pengje këtu? Jo, s'kom pengje tila. Pengje kom veç atë lokumin që s'ja kom blenë anës. Që s'ja ki blenë anës? S'ki tjetër? S'kom pengje tjetër. Ku ta këshyr, okej. Po besoj, se pota shumë dëshirë në fakt për me përmend edhe prind, edhe me ju dëgju trit duke foli ju, se qa ishtë dasht ata ndërta me bo. Pra një përgjigje më shumë se sa me marë për jush një këshill, fakt, për njerës që i kanë prind gjallë dhe që munën me kalu kohë më shumë me ta. Kur erdhe në Prishtinë, ishtë fillu të Athenitën, tha, me 1 prill, me një moment jashtëzakonshëm të Kosovës. Fakt, Kosova prej atij momenti nuk besoj që ka qenë më e njëjta. Nuk ka qenë. Pra, nëse 45, 81 me ndryshime... Po du me ta ndërlidh këta. S'ka qenë asnjëherë më edhe me të ndihmuar këtë drejtim. Po, i dëgjoj. Me 1 prill 81 kam ardhur në Kosovë dhe kam fillu punën. Me 1 prill të 99-s, unë jam nxjerrë dhunshëm nga Kosova.